Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 1 prill dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. 1 prill. Ngjarje 1945, masakra e Tivaret, e cila është një masakër që u bë të rekrutuarve shqiptar nga Kosova në përfundimin e luftës së dytë botërore në Tivar të Malit të Zi. Numri të vrarëve në këtë masakër, sipas burimeve, është nga 1700 deri në 4300. 1979, Irani shpallet të Republikë Islame. 2001, në Beograd u burgos ish kryetari i Serbisë Slobodan Milošević. 2003, formimi i firmës Square Enix, nga shkrirja e Square Soft dhe Enix. Lindje 1815, lindi Bismarcku, politikan gjerman. 1957, lindi Besnik Bardi, mjek. Vdekje 1922, vdiq Karl I Parë, perandori i Austrisë. 1952, vdiq Ferenc Möller, shkrimtar hungarez. Festa dhe përvjetore 1 prilli, dita e gënjeshtrave. 1 prilli është konsideruar si dita e rengjeve, e cila festohet në mbar botën. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Lorik Canës, i cili është një futbollist i njohur shqiptar. Ai ka lindur më 27 korrik të vitit 1983. Karrierën e tij e filloi duke luajtur si mesfushor dhe mbrojtës. Babai i tij e frymëzoi Lorikun që të bëhej futbollist. Në vitin 1997, ai u bashkua me skuadrën lokale Dardania Lausanne, një skuadër amatore e krijuar nga komuna shqiptare e Lozanës, që si trajner kishte babain e Lorikut. Ai luajti te Dardania deri në vitin 2000, ku më pas firmosi me klubin francez të Parisit, Saint-Germain. Më pas firmosi me klubin francez Paris Saint-Germain. Ai ishte i ftuar për një provë nga skuadra angleze Arsenal në moshën 16 vjeçare, por nuk mundi dot të bashkohej sepse nuk ju dha viza britanike. Gjatë sezonit të vitit 2003 deri 2004, ai luajti 34 ndeshje dhe shënoi 1 gol me skuadrën e tij, që fitoi Coupe de France dhe përfundoi dytë në ligën e parë, duke bërë një nga sezonat më të mira të karrierës së tij në Paris Saint-Germain. Sezonin tjetër, Cana luajti 32 ndeshje dhe shënoi 1 gol. Në debutimin e tij për Parisin, ai u shpall lojtari i ndeshjes. Ndërkohë, në fillim të sezonit 2005-2006, Paris Saint-Germain ndryshoi trajnerin dhe kjo gjë nuk ishte në avantazh të Canës. Ky e bëri që të transferohej në jug të Francës për të bashkuar me klubin më të suksesshëm në historinë franceze, Marseille. Që kur u bashkua me këtë skuadër, ai forcoi vendin e tij në formacionin e parë, duke shënuar dhe golin e fitores në ndeshjen e parë midis Marseille dhe ish klubit të tij Paris Saint-Germain. Ai gjithashtu bë kapiten tek skuadra e Newcastle United gjatë verës së vitit 2007. Cana u largua nga ky klub për të transferuar te klubi i Premier Ligës Sunderland në gusht të 2009-s. Duke luajtur për Marseille, Cana kishte realizuar ëndrrën e tij të fëmijërisë. Më 24 korrik të 2009-s, Cana u bashkua me Sunderland duke firmosur një kontratë 4 vjeçare me një pagë prej 5 milion pound. Ai e mori shumë shpejt shëritjen e kapitenit. Në fund të sezonit 2009-2010, ai ishte një nga lojtarët kyç për Sunderlandin.
ai u bë lojtari i parë shqiptar që luante në Premier League. Më 8 korrik të 2010-s, Can u bashkua me klubin turk Galatasaray për një shumë prej 4 milion lira. Më 3 korrik të 2011-s, Can afirmosi me klubin italian Lazio, duke u bërë blerja e 5 në atë merkato për klubin. Në sezonin 2013 deri 2014 në Serie A, Can shënoi golin e parë më 24 nëntor të 2013-s, një gol që shpëtoi Lazio nga humbja kundër Sampdorias jashtë fushe. Can kishte të drejtë të luante me 3 kombëtare, Zvicrën, Shqipërinë dhe Francën, pasi ai kishte të 3 pasaportat. Por duke qenë se ka qenë pjesëtar i kombëtares dhe ka qenë shqiptar, ai zgjodhi të ishte lojtar i kombëtares shqiptare dhe që nga viti 2003 ai u thirr nga Federata Shqiptare e Futbollit. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlera e vushhyese të marulës, e cila është një frutë me origjinë nga Afrika subsahariane, nga Marutiana dhe Senegali në Etiopi dhe Eritrea në jug. Është gjithashtu i pranishëm në Madagaskar dhe është prezantuar në Marius dhe Reunionin. Sasia e vitaminës C e gjetur në një frut të vetëm, marula, është 8 herë më e madhe se sasia e gjetur në një portokall, duke bërë atë një burim të shkëlqyer të vitaminës. Fruti marula është gjithashtu i pasur me acide oleike dhe antioksidantë të tjerë, të cilat luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin e sëmundjeve si kanceri dhe sëmundjeve të zemrës. Disa nga përfitimet kryesore të fruteve marula janë: mbështet lëkurën e shëndetshme. Fruti marula ka aftësinë të mbështesë lëkurën e shëndetshme pasi siguron vitaminë C, gjithashtu përmban një sasi të lartë antioksidantësh, të cilët njihen për përfitimin e tyre të lëkurës, promovon shëndetin e kockave. Kalciumi, kaliumi dhe magnesi janë substanca që ndoshta do të nxisin shëndetin e kockave. Të gjithë këto substanca dhe metale i gjeni në frutat e marulës, duke bërë ato një burim të shkëlqyer vitaminash dhe mineralesh, pasi shërojnë disa sëmundje të ndryshme në lidhje me kockat si osteoporoza. Forcon muskujt. Fruti marula ndihmon në forcimin e muskujve. Rrit imunitetin. Antioksidantët në frutat e marulës besohet se rrisin imunitetin. Kur imuniteti është i fortë, mund të çojë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm sepse trupi lufton disa baktere ose sëmundje të dëmshme. Kështu, ky frut rekomandohet për ata që duan të bëjnë aktivitete të ndryshme. Mbështet rritjen e flokëve. Fruti marula ndihmon për të mbështetur lëkurën tonë të shëndetshme. Ai gjithashtu mbështet rritjen e flokëve tonë, mbron flokët nga rënja e flokëve. Ngadalëson pllakjen. Së bashku me lëkurën e shëndetshme, fruti marulës ngadalëson pllakjen. Antioksidantët si vitamina C në fruta ndihmojnë në ngadalësimin e pllakjes që ndoshta do të ishte e dobishme për të moshuarit ose gratë. Për më tepër, acidi oleik është gjithashtu një nga substancat e njohura për aftësinë për të ngadalësuar pllakjen. Përmirëson funksionin e trurit. Acidi oleik në frutat e marulës ndihmon në përmirësimin e funksionit të trurit. Humori i mirë ndikon në disa aspekte dhe kështu është nevojshme që të kontrollojmë disponimin ton. Sipas disa studimeve, thuhet se fruti marulës ndikon në dhënien e një humori të mirë, redukton rrezikun e kancerit. Kanceri mund të prekë të gjithë dhe disa fruta si marula mund të zvogëlojnë rrezikun e kancerit për shkak të nivelit të lartë të antioksidantëve. Gjithashtu, ai përmban dhe acid oleik që ka përfitimin për të reduktuar rrezikun e kancerit, si kanceri i gjirit dhe i mushkrive, gjë që është vërtetuar nga studime të ndryshme. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 1 prill 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme me vranësira dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të jetë kryesisht e vranët me rreshje shiu në shumë zona, ndërsa pasditja vijon me të njëjtat kushte dhe rreshje të her pas hershme. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 2 deri në 4 orë me diell.
Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim mesatar rreth 2 deri në 3 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 6:17 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 4 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 4 deri në 9 gradë Celsius. Tiranë, 12 deri në 16 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 14 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, 3 deri në 6 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 8 deri në 11 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 1 prill 2026 do të karakterizohet nga mot i paqëndrueshëm me vranësira dhe reshje shiu në të gjithë territorin. Paraditja dhe pasditja do të jenë me reshje shiu pothuajse në të gjitha zonat. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 11 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 6 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 6:11 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:08 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 4 deri në 10 gradë Celsius. Podujev, 2 deri në 8 gradë Celsius. Skënderaj, 4 deri në 10 gradë Celsius. Pej, 4 deri në 10 gradë Celsius. Prishtinë, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjakov, 5 deri në 11 gradë Celsius. Malishev, 3 deri në 10 gradë Celsius. Gjilan, 2 deri në 11 gradë Celsius. Ferizaj, 3 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 2 deri në 11 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 11 gradë Celsius. Prizren, 4 deri në 9 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë emision. Ndërkohë ju ftoj ta ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që ta ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.